Moti i keq që ka përfshirë vendin këtë të martë ka detyruar autoritetet në portin e Vlorës të pezullojnë lundrimin, në bazë të parashikimit për situatën hidrometeorologjike të përkeqësuar brenda dhe jashtë gjirit të Vlorës, gjatë datave 17 dhe 18 shkurt 2026, duke filluar nga ora 10 e datës 17, në drejtimin veri perëndim me forcë 6 deri në 7 BFT, shpejtësi ere 15 deri në 20 metër për sekond, si dhe lartësi dallgënsh nga 1.5 deri në 2.5 metra, njofton autoriteti portual. Kapiteneria e portit të Vlorës ka ndaluar pajisjen me leje nisje të mjeteve të vogla lundruese, si dhe atyre të peshkimit, që synojnë të operojnë jashtë gjirit të Vlorës, në det të hapur duke filluar nga ora 10 e datës 17 deri në orën 6 të datës 18 shkurt 2026. Kapiteneria e Vlorës pezullon lundrimin detar për shkak të motit të përkeqësuar dhe dallgëve të cilët vështirësojnë lundrimin anijeve të vogla dhe mjeteve të peshkimit. Nuk do të lundrohet nga këto mjete lundruese deri në orën 6 të mëngjesit të së mërkurës, ndërsa anijet e transportit të pasagjerëve apo thëndryshe tragetet do të vijojnë normalisht itinerarin e tyre drejt Italisë. Me qëllim parandalimin e çdo situate të papritur për shkak të kushteve atmosferike, kërkojmë bashkëpunimin e të gjitha subjekteve dhe institucioneve që ushtrojnë veprimtari në fushën e detarisë për marrjen e masave të nevojshme në sigurimin e mjeteve në port dhe rritjen e gatishmërisë e ekipazheve në mjetet lundruese. Anijet e transportit ndërkombëtar detar do të vazhdojnë të operojnë normalisht sipas destinacioneve përkatëse. Sipas autoriteteve, përmirësimi i situatës hidrometeorologjike për mjetet e vogla lundruese dhe të peshkimit pritet pas orës 6 të datës 18 shkurt 2026. Ndërkohë edhe kapiteneria e portit Sarand ka njoftuar këtë të martë për anulimin e linjës Sarand-Korfuz, si dhe Anasjeltas. Gjithashtu është ndaluar dhënia e lejeve dhe çdo dalje në det e mjeteve lundruese, përfshirë mjetet turistike, peshkarexhat, si dhe skafet e vogla, në të gjithë gjirin dhe zonën bregdetare të Sarandës, Ksamilit dhe Borshit.